Shiko, propozimet që bën zotëria nuk janë për herë të parë. Nuk e di sa vite kam që i gjoj. Të njëjtat propozime. Siç i gjoj unë, i gjojnë dhe ministrat respektiv. I treti në radhë, e dyta edhe zotëria që është tani. I keni dëgjuar edhe ju në samitin e Cërrikut. Problemi është që koha hikën. Dhe koha për ta është një lopë që kalon moshën, nuk prodhon më aq sa që prodhonte në fillim, një lopë që smuret dhe praktikisht bie nga prodhimi, një fermë që digjet, një fermë që përmbytet e kështu me radhë, apo një sipërfaqe e madhe toke që prodhon ushqim që s'është më, që nuk prodhon më. Të gjitha propozimet që bëri këtu zotëria, apo që i ka bërë kohë pas kohe si grup prodhuesish plektoral, nuk kanë kosto për buxhetin e shtetit. Janë rregullime. Janë rregullime në atë që ne kemi sot pa shtuar asnjë lek kosto mbi buxhetin e shtetit. Kjo historia që ministrit thonë do ta bëjmë kështu siç themi ne, dhe ju jeni të detyruar të bëni këtë që themi ne, ka sjell në këtë gjendje. Ka sjell në këtë gjendje. Tani unë e kuptoj, do bëj një takim të dytë të tretë me ministrin e bujqësisë, ku diun, po ministri i bujqësisë aktuali ishte në Cërrik, dëgjoj para 5 muajsh, 6 muajsh. Ka 2 muaj në detyrë, po mund të reflektonte në një gjë me këtë ligjin që na erdhi përpara, po ministri i bujqësisë tha që jam i kënaqur me skemën e kompensimit të fermerëve. Ministri i financave që ishte edhe ministër financash në samitin e Cërrikut, i ka dëgjuar këto problematika. Tani të bësh gjën më të thjesht, natyrisht edhe vlen më. Gjëja më e thjeshtë ajo ishte që dil nga samiti i Cërrikut edhe nxirr policinë në rrugë. Po kjo nuk është gjëja. Nuk është gjëja që zgjidh problematikën që kanë në prodhim. Dhe e dyta gjë që kam, tani, nga përfaqësuesi i dhomës së tregtisë tek zotrin ka diferenca të mëdha. Përfaqësuesi i dhomës së tregtisë, unë e kuptoj pse s'kan ardhur ata të përpunimit qumshit sot. E kam shumë qartë se s'kan ardhur. Dhe siç koordinojnë çmimin ata, koordinojnë edhe sjelljen në raport me institucionet. Po tani zotria tha, lënda e parë që vjen nga importi duhet çliruar nga TVSH-ja, tha këtu. Po lënda e parë çliruar nga TVSH-ja është grop për secilin prej tyre që prodhon. Prandaj e gjem sens atë që propozoi zotëria Xhena. Ne të bëjmë pyetje për t'u sqaruar edhe për të pasur të qartë gjën. Nga fillimi deri në fund, nga njëri i ftuar këtu tek i ftuari tjetër, sepse me thënë drejtën ne duhet zgjedhim se kë interesin e kujt duhet të mbrojmë në këtë rast, atij që importon apo atij që prodhon brenda vendit. Se ky është elementi. Faleminderit.